S'ki pse të zë botoksi më ty për mes. Apo kupton ajo? Jo, ki standarde, sepse këto kriteret e buzëve, ndërhyrjeve estetike, ndërkombëtarisht janë ndaluara. Po ju tregoj një rast që kam ka ndodhur, e tash te një ndërhyrje te dashnori do të kyçem. Isha në një konkurs në Shqipëri, në një konkurs spec e kemrin, edhe aty u zgjodh një mis nga Filipinet. Dëgjoni me kujdes tash. Edhe këta shokët e mi, Azizi nga Turqia, e shok, po ja urrojnë. Edhe unë kur nisa me fol, hello, how are you? E ngriti zërin edhe mu duk qënë, mashkull. Po. Ajo i kish bo operacione transgjinor. Dëgjoni tash. Edhe unë i thash, a ke qenë mashkull, e tash që e femën? Po. Ata që e përshafun, ata dhe reagimi tyne, edhe juria që e ka zgjedh. Ata ngelen bashkë me organizatorën, se televizioni ishte... As për ke kam vrejt, ndoshta? Së është kuptu, aqë detaj i përsosur, veç unë e dalova nga kjo pjesa... Po saj përket kësaj pjesa? Ku nuk shikohet, ku nuk veç këshyret hajt me bo një organizim edhe hec. Këto detajet janë ato që ju morë titulli. Rash unë, sa e gëzoj titullin, ju morë edhe ju vendos shëshrusës. Kjo ishte ajo banaliteti. Po shpesojmë që ka pas fjallë të mira për ti. Në rastën në Kosovë ka qenë... Pas që ke ma të shmimin, sepse... Jo, rastet tjera ka ndodhë në Kosovë, kur vjen një vajzë nga Venezuela, zgjidhet mis Kosova edhe shkon e përfason Kosovën, një din dashnori për kënd. Sa është edhe mshme kjo për juve? Për mua është e patolerueshme, për atë arsye kërkoja rregulla dhe rregullore që të ketë për këto konkurse. Dihet një herë përgjithmonë një standard, sepse nëse ne tolerojmë edhe bëhemi shoshi që haq, unë e bëj timën kyt veten, ne e dëmtojmë edhe rinin, edhe vajzat, edhe prindrit, edhe gjithë. Sa ka në Kosovë organizator të tillë të mirë, po e quajmë? Apo